Përshëndetje të dashur shikues. Në këtë video do të bëj një analizë të plotë dhe të detajuar mbi zhvillimet e fundit të serialit Qyteti i Largët, duke u fokusuar tek ngjarjet që kanë tronditur fansat dhe kanë hapur shumë diskutime në rrjetet sociale. Diskutojmë për fundin e sezonit të dytë dhe pritshmëritë për sezonin e tretë, si dhe për vendimet e skenarit që kanë ndikuar në mënyrë se si po e shohin fansat historinë. Shumë shikues janë të ndarë mes emocionit për zhvillimet e reja dhe zhgënjimit për disa kthesa të papritura të ngjarjeve. Një pjesë e rëndësishme e videos fokusohet edhe tek personazhet kryesor si Gian dhe Alia dhe mundësia e një martese të detyruar në sezonin e ardhshëm. Një ide që ka shkaktuar shumë reagime të forta nga fansat. Disa e shohin si një zhvillim dramatik interesant, ndërsa të tjerë mendojnë se do ta dëmtonte historinë dhe do ta largonte publikun. Gjithashtu flasin për Naren dhe Shahinin, marrëdhënien e tyre të komplikuar dhe ngjarje tragjike që kanë ndikuar në fatin e tyre. Shumë fansa ende diskutojnë vendimet e personazheve dhe mënyrën se si disa situata mund të kishin ndryshuar rrjedhën e historisë. Në video përfshi edhe mendime dhe komente nga fansat, duke treguar se si komuniteti po reagon ndaj këtij skenari, aktorëve dhe drejtimit të serialit. Disa lavdërojnë aktrimin dhe produksionin, ndërsa të tjerë shprehin kritika të forta për disa vendime të skenarit. Shumë shikues shprehin se historia është bërë gjithnjë më dramatike dhe rend, duke sjellë një zinxhir tragjedish për pothuajse të gjithë personazhet kryesor. Nga Giani, i cili përjeton dasma që përfundojnë në tragjedi, tek Exmel që humb dy djemt në të njëjtin ditë, e deri tek Nare që mbetet me humbjen të madhe në jetën e saj. Seriali është kthyer në një rrjedh të pandërprer dhimbjeje. Një nga pikat më të forta të diskutimit është edhe personazhi Zerin, e cila shihet si një nga figurat më tragjedike të historisë. Sakrifica e saj për vëllain, humbja e tij, pa mundur të përshëndetet dhe fjalët e fundit që ka dëgjuar prej tij, ka lënë një ndikim të madh emocional tek fansat. Shumë e shohin këtë si një nga momentet më të rënda dhe më të padrejta të serialit. Nga ana tjetër, fansat janë të ndarë edhe për zhvillimet romantike dhe vendimet e personazheve. Ideja e një martese të mundshme për shkak të mirënjohjes ose akmarrjes, si dhe manipulimet emocionale mes personazheve, duke bërë historinë edhe më të tensionuar dhe të ndarë mes fajit, akmarrjes dhe dhimbjes. Në fund, pavarësisht kritikave, një gjë është e qartë: seriali ka arritur të sjellë emocione të forta. Disa fansa janë thellësisht të prekur dhe të lidhur me personazhet, ndërsa të tjerë shprehin pakënaqësi me drejtimin që ka marrë historia. Por nga ana tjetër, ka dhe teori të shumta për sezonin e ardhshëm. Një nga më të përfolurat është dhe ideja se Alia mund të kthehet shtatzan nga Gian, gjë që do të sjellë një konflikt të ri mes tyre. Sipas këtyre teorive, Gian nuk do ta falë lehtë Alien, ndërsa ajo mund të fshehë shtatzanin, duke komplikuar edhe më shumë historinë. Fansat gjithashtu kritikojnë disa vendime të skenarit, duke thënë se disa zhvillime duken të egzageruara, ndërsa të tjerë mendojnë se seriali po përdor shumë tragjedi njëra pas tjetrës. Megjithatë, pavarësisht kritikave, seriali vazhdon të mbajë publikun të lidhur fort emocionalisht. Një nga gjërat më të përmendura në komente është edhe vlerësimi i madh për aktorin që luajti Shahinin. Shumë fansa theksojnë se ai e ka përjetuar rolin në mënyrë të jashtëzakonshme, duke dhënë një interpretim të fortë, të sinqert dhe shumë emocional deri në fund. Por pyetja është, përse ndodhi kjo vdekje e papritur e personazhit të Shahinit? Shumë fansa kanë komentuar se aktori që luante Shahinin dëshironte të largohej nga seriali për t'u angazhuar në projekte të tjera. Sipas këtyre raportimeve dhe thashethemeve të fansave, kjo mund të ketë ndikuar që skenaristët i japin personazhit një fund përfundimtar. Megjithatë, pa një deklaratë zyrtare nga produksioni, kjo mbetet krejtësisht një spekullim. Pikërisht për këtë arsye, kaq shumë fansa janë mërzitur. Shahin konsiderohet një nga personazhet më të dashur, me një histori të fortë, karakter të ndershëm dhe një lidhje shumë të pëlqyer me Naren. Shumë shikues mendonin se ai meritonte një fund më të lumtur se sa vdekja. Sipas disa raportimeve, kompania e prodhimit nuk ra dakord me kërkesat e tij, ndaj ai zgjodhi të pranonte një ofertë tjetër. Siç duket në këto skena të serialit, fillimisht Meryem e përjeton rënd martesën e Xhianit dhe nuk e pranon propozimin e Sadakatit.
por pasi Borani e bindë të takohet dhe të bisedoj me Alien, situata merr një drejtim krejt tjetër. Disa shikues kanë komentuar se Nare dhe Shahin duhet të ishin bashk. Grindja e tyre solli një fund tragjik për Shahinin, nëse ai nuk do të kishte shtyrë Naren të ishte fëmijën, ata nuk do të ndaheshin dhe do të ishin të lumtur. Por duhet kujtuar se Shahini e firmosi marrëveshjen pikërisht i detyruar nga Sadakati, por ajo nuk i tha asgjë Nares dhe fatkeqësisht Shahin e pësoi më keq nga të gjithë. Unë mendoj se nëse në sezonin e tretë do të shkruaj një martesë e detyruar mes Xhianit dhe Meriemit, mund ta mbyllin serialin, askush nuk do ta shikojë, dhe seriali Qyteti i Largët do të bëhet shembulli numër 1 se si një projekt i mrekullueshëm mund të shkatrohet plotësisht me vendime skenari pa kuptim. Për mua aktrimi ishte vërtet në një nivel të lartë, jam e mahnitur, por të shohësh gjëra kaq absurde bëhet e padurueshme. Sipas teorive, Xhiani do të inatoset nga largimi i Aliës dhe për akmarrje do të martohet me Meriemin. Alia mund të ketë një fëmijë dhe sezoni 3 do të zhvillohet rreth kësaj historie. Madje do të mashtrojë Xhianin duke i thënë se fëmia e Meriemit është i tij. Dhe nëse vazhdonte kështu, seriali do të bëhej çrregullt, ku Xhiani do të martohej me Meriemin për mirënjohje. Gjithçka ndodhi për shkak të Boranit, Meriemit, burrit të saj, motrës dhe Sadakatit si nxitësja kryesore, ndërsa tani e lën jashtë. Sepse me këto zhvillime, historia bëhet e pabesueshme. Si një nen hoqi dorë nga një djalë për të shpëtuar tjetrin, por tragjedia më e madhe i ndodhi Zerinit. Ajo sakrifikoi jetën e saj për vllajin, u bë vrasëse për ta mbrojtur dhe pikërisht ditën kur mendoi se e kishte shpëtuar, e humbi përgjithmonë. Dhe fjalët e fundit që dëgjoi prej tij ishin: "Unë nuk jam më vllai yt." Pa lam të mirë, pa falje, pa një përqafim të fundit. A është kjo historia më tragjike e serialit, apo ka një personazh që ka vuajtur edhe më shumë? Sepse disa fansa mendojnë se fëmia e Meriemit mund të bëhet pjesë e një sekreti të madh në sezonin e tretë. Këto janë teori fansash dhe jo informacione të konfirmuara. Dhe pyetja është, a do të ketë sezon të tretë? Po, sipas raportimeve, seriali është në rinovim për sezonin e tretë dhe pritet të rikthehet në vjeshtën e vitit 2026, me shumë gjasa në shtator ose në tetor. Dhe mendimi im i fundit për këtë serial është se skenaristët do ta zgjasin konfliktin e tyre për pjesën më të madhe të sezonit të tretë dhe ribashkimi do të vijë vetëm në episodet finale. Sezoni 3 do të sjellë personazhe të rinj për të zvendësuar boshllëkun e lënë nga Shahin, Boran dhe Demir. Çfarë mendoni se do të sjellë sezoni 3 i serialit Qyteti i Largët? Ne duam të dimë teoritë dhe parashikimet tuaja për sezonin e tretë. Na shkruani mendimet tuaja në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë analiza, lajme dhe teori rreth serialeve të ndryshme.